Ka një hadith interesant, ka një hadith shumë bukur ku pejgamberi sa më thot, një besimtar I cili përzihet me njerëzit, pra jeton në shoqëri dhe duron sprovat që I vijnë prej tyre, është më I mirë dhe më I dashur te Zoti sesa një besimtar I cili si më thon shkëputet, izolohet nga shoqëria dhe mundohet të jetë le të themi në rregull me atë vetën. Sepse neve Islami na mëson se nuk jetojmë vetëm për vete. Neve Islami na mëson se jetojmë edhe për njerëzit, edhe për të tjerët, pa me kuptimin le të themi kjo energjia pozitive, drita që na ka falë I Madhi Zot, duhet ta përçojmë edhe tek tjerët. Pra nuk duhet të jemi vetëm për veten tonë, apo mendojmë për veten, do të thonë ne nuk duhet të jemi egoist, po ta themi kështu. Nuk duhet të themi xhenetin do ta kemi vetëm ne. Ne duam që se xheneti është I madh dhe I gjerë ka vend për të gjithë. Atëherë pse mos bëhemi shkak dhe sebeb që shumë njerëz të futen në këtë mëshirë të Zotit. Dhe kjo është ajo që neve le të themi na bën që të flasim, na bën që të propagandojmë, na bën që të mundohemi të jemi sa më të cilëshëm, sa më të edukuar, domethënë dhimbshuria për njerëzit, dashuria dhe mëshira për njerëzit, dhe kemi qejf që këtë mirësi që na ka falë I Madhi Zot ta fitojnë edhe të tjerë.